Mi mbrama për sonte publik që ju që jeni në për shtëpia dhe në për puna apo na shihni ne me këtë emision të përjavshëm që 10 vjet gati. Sonte kam me fol me njërin prej produksioneve që po shpërthen në çdo projekt që e fillon. Kallabllak kanë ardhur, po qysh din këta me kon Kallabllak pak më kanë kursy në kanë ardhur prap shumë. Se janë ekipe modhe dikon ja 3-4 vjet me ta mësy këta. Domethënë duhet me bëj fardas me mandej. Sonte me aktorët e 2 seriale, me aktorët e një produksionit që kena me fol për projektet që po kanë jashtëzakonisht sukses. Produksioni Donjeta është produksion shumë i vjetër në kohën e vet, kur ka punu, e ka pas një pauzë një herë dhe ka ndru korsin, ka dalë në filma, pra ka dalë në seriale që janë jashtëzakonisht shikume. Sonte producenti bashkë me aktorët na kanë mësuar konak, edhe mirë se kanë ardhur, tan. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve pasi shaq. Mirë se na ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni ardhur ton apo na tregon aktorët. Më na i prezantuani një po për publikun ton. Po, unë e morë nashta me 5% në stofit. Ja thash fillim, mos ta gjithë Rameti po shpirti, një rapsodioni shumë i njohur. Ale Krasniqi, mos ta mësyfshin për të keq, domethënë se Kallabllak ta të fshin. Na jena të butë. Po dhe këta për të mirin ardhur. Jemi këtu me Shaqir Bejten. Pasi shaq Nejmetin Tahirin, me Zenin, Melisa Ferizin, Valdet Ajozin dhe Leonid Batirin. Po të shaq apo të ngojnë mas fori. Ty se këta kanë obligime të ngu për shkak të jo të moshës, po për shkak të edhe të karrierës tonë, edhe besa edhe dukja jote është pak karizmatike, është e veçantë pak. Po edhe për moshën se na shqiptarët e kenë traditë, domethënë një 2 javë më me manë si na, e respektojmë për shkak që është 2 javë me manë si na. Unë për vetin jam mirë, si me producentin, si me stafin teknik, po ashtu edhe me kolej. Tash është veç viti i 4. 4 vjet. Kështu që jeni familjarizu. Njeri familjarizohet dhe kështu që vërtet. çka po shkon rrugë. E vërtet. Nexh, më duket ty po të lajnë gjithmonë do role që aja ura lidhës, edhe për mirë edhe për keq, domethënë pa kalu katin nuk bëhet, nuk zhvillohet ngjarja. Fakt, po. Çashtu është, janë role negative, po besom, jo veç publiku, po edhe unë i du. I don. Vallaj po, nuk e di pse. Janë të mira, janë të kajshme. Amo ti është dallimi madh se ti nuk je çashtu në jetën e përditshme. Ja, absolutisht. Ja. Shumë i dashur. Jo, jam vallaj po, jam i dashur, po është mirë që bili rolin pe maj. Rolin pe maj. A di kështu, një të përditshme nuk guxoj me kom bile në rol. Po çfryesh bile mandej. Po çfryesh mandej. A po të përcjell mandej pjesa rolit edhe në publik. Mund ç'është po sillen njerëz me ty kur shohin në rol një farë, na i thëmë një farë iftirgjie. Aha. Po të më drejten, të sejfa ku jam të rrugët e liris, ato nuk e kam negativ, ato e kam taman je. Një interesji që i këshyrë me si njerëz jashtë, nuk interesën që është jaku mbi ta bëdim, e jam janë veç me bo do me i kry punë. Po, edhe në zërë jam për njerëzve, so po më qetë, kur po më qetë. E të dashurie humbur, të qela, këtu pak ma se këtu edhe në market me i me ble, më këshyrët me s'ma këthemo, se me bo ma këthyje një di se veç një fajde më qëtë. Do më thonë një farë fajdegjie këtu, një farë djali jo i mirë. Jo i mirë. Po qëre, tash njët reale për dashuri e humbur, është ngjarje që, do më thonë, i përket qësoj. A me ndonë që ndodhë që shtu në realitet? Ka pjesë që... Ka me ndodhë. Ka dhe plot ashtë gjendja ekonomike, i detyron njerëz të me hi borqev, i detyron me hi fajdev. Na jemi prezent për shembull veç vjet, i di une personalisht 3-4 vrasje ka ndodhur për shembull për shkak dukurive të tilla. Njerëzve si qela, jo si negji, veç si qela. Po. Pe presioni tyne edhe kam bo vetë vrasje. Apo të vjen gjëna herë ku belum çata rol çashtu. Vjen gjëna pe tjerëve. Pasha zot, pe zullumit që pja u bën. Mund vjen gjëna pe tina. Bile sinqerisht po të them, bile ken pas një skenë para 2 javë, kur thet më ke gjuh bren qaf mua e familjes, pasha zot më ka gjëna. Mos jo kryskena ka pa për qafë thash, apet
ma mirë laje bërqin, ama qatar, apet. Po, ama orën, po, të tjetë djali mirë, ama orën, do më thonë ti ku ti flugësh njërit pa i morë diçka, Ja. pa e kësyn në ato që dënë ti nuk... Fajdegjia se për me kur si m'ko fajdegji. Po tash ti të banë roli, është mu mban me hi, me lexu, Me po në gjallë ku ka ndodhur Me po në dhe gjallë, ku shu fajdegjia të shka banë. Po, Ati interesën veç palja. veçparja. Mare, aj nuk ka rahmet. Hiç, As aj e ngusht. As, apo dhe me vra veten. a i do me të po ngusht, ma ndej bili. Bili, që po të kalzaj. Fajdegjia edhe mi apru paret. Tash, e ka për shembull kuhen Vade 12, gjithë vaden, e ka Po. 12. Tash ti, unë tu hi të lexuan, ai përshim ke telefonin. Për mos me taku. Ha, ja po, që a din 12, ai gjysë ore para 12 që të shyn telefonin. Ty e provon dhe edhe që i mas 2 orë, të 12 ke pas, po s'ka bo telefoni, se s'kam qatë baj. E ka rrit, do më E thonë. ka rrit duplikat. Dozën. Melisa, që shme kalon në serial? Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, unë shumë mirë, bila jam e nderuar në ekipën në cilën jam. Me cilin e ki mas problem për i karaktereve? Po më nëjtë serialit, me kolegë tu që janë në role, normalisht. Po normalisht që me rolet negative, mas e kom negjën që do për po ta me Po negjën. këta kësa lia, dhe më thonë kë, sa na me në hanë kë pe njerëzve, pe mandej, pe publikut, shikuzve, Masi edhe kë me ti e çka për mirë që unë është. shtëm. Jo, kështu në përgjithësi me krejt kalojmë shumë mirë dhe kemi në bashkëpunim të jetë masë shumë mirë. Po, me rolet negative është pak më vështirë me kry. Kur ja keni një serialit, da keni mendu që ka mu zhvillu që ka shpejt, ka mu me hinë familjet që ka shpejt, mu po që ka shumë. E keni një si projekt, zakonshëm edhe hajt ta shumë i ka përshkon, që po do me do. Na pa dyshim që kemi di që kemi pas sukses, po jo që ka të shumë. Okej. Të dy serialet janë shumë të mira, po Bile dashuri e humbur është një pasqyrim që po ndodh në kohën e sotme edhe për shtanë është edhe publiku e ka prit shumë më mirë edhe kemi shumë komente shumë të mira për krejtve dhe shfrytëzoj rastin me falenderu për mbështetjen e tyre që na bojnë. Valdeth, do më thonë njëni prej personazheve që pelun ti është më i dashni për momentin në publik. Mirë mama shpëtim. Mirë se erdhe. Pika parë kënaqësi që me qenë për herë dytë në fakt te ti. Herën e kaluar ndoshta nuk e kom menu që ka me qenë një rol i jemi që qysh e the edhe ti ka me u pëlqyer zakonisht shumë. Kur u përmen, a keni menu që keni me shku ka gjatë, Po. kun pika e parë me një farë forme im shoku, po e thom në atë aspektin Për smiri. e mirë, për smiri, kur produksioni ose konkretisht jetoni ma ka besu rolin kryesor, rolin e besnikut, sepse kom fol me vetëm edhe kam thonë kuku për mu që kam ja dështu serialin. Do më thonë jetut. Ju më tut se me ta besu, tash se cili se unë e kom derin që jam në krye me bacën shaqe, me negjin që janë më profesionista, alemet të tjere që kanë qenë 3 ose 4 vite me produksionin do njeta, po, ku më thonë, inshallah më nimon zoti me një farë forme që ato që apo kërkojnë prej meje, të pak të më javë shpërbly, sepse një produksion që ka bo punë tjerë zakonshme që 15 vite dhe thellët në fillim, nuk e ku menu të me thonë drejtën që kom arrit deri qëto, me ja dal me rolin e besnikut, edhe shpesh për qëtina për publikut, ty të shojmë veç të kajt ato. Realisht, jam një njëri që jam shumë energjik, veç keshin, nuk jam as djallë që hi borqë, për kontrazi as nuk më kalon e dashura për para, po kupton, po ka qenë shumë e vështirë me hy në këtë rol, edhe këshillat e secilit ndoshta vetëm hyn në çet rol. Mundoh me hyn në çet rol, edhe unë po besoj nuk e di çu ka vlerësuar jetoni, po me qenë se jemi në episodin e 16 ku edhe transmetohet tash, po besoj që besniku e ka dalë shumë mirë, edhe çu tha Melisa dhe e thojmë ndoshta çdo ditë në arinia që i kemi hy kësaj fushës së aktrimit, e sidomosën që me dal prej gazetarit ndoshta prej 5 viteve në aktrim, gjë që unë mendoj që është një art në veti, si gazetaria edhe muzika, po edhe aktrimi, unë besoj që e kom gjetë vetën shumë mirë, gjithmonë të qenë tetë falenderues për produksionin ndonjëta, prej se cilit ndoshta prej editorit, prej Florianit, prej Avdylit, Jetonit, e se cilit aktor që mu më kanë mbështetë, sepse unë i bona një vetë ndoshta para 2 javë i kom bona produksionin ndonjëta, edhe ka qenë shumë e rastësisht me shpëtim çush ju kom futur në këtij produksioni. E kam thirrë Jetonin mysafir në emision tem, ka funi që mos që të vyni aktor a më në thirrëm. Po majtel. Edhe hyna me rolin e bardhit, hala përmenda si bardhi, po tash jam lulëzimi, po jam kryefjala besniku, edhe jam të jetë i lumtur që jam të ja dalë edhe faleminderit Zotit, faleminderit produksionit edhe publikut që po ndjekin punë për krajin. Çka mendon, para mendon me ndodh që ashtu jetën reale, domethënë me të lënë e dashura përpara, me hi fajde te ky që më ndispret me çtimrana. Domethënë është
çka ndodh me një jetë normale të njeriut me pas çat skenar të serialit, skenar të jetës për një me. Realisht me epizodën e 3 ose të 4, njerëzit në rrugë, kudo, në markete, më nalëshin edhe më thëshin, na e kena një rast njëj. Që kalon, a djali ka ik jashtë, aja qika tash ka me të rrugëve. Edhe, masanej, jam i lumtur edhe për një fakt që na realisht jem të përqu një mesazh. Edhe tash shkata që pi ju thëm publikut, pi ju thëm që amën mësoni për ishti seriali. Mos bani gabimet. Qysh lakmia në pare nuk është e mirë. Punësa për veti, punësa për familjen, edhe na të gjuhën popullore mos ja kall zemrën nonës. Se tek fundi një ditë nuk e ki, qysh më shkoj nona hem në serial tepër shpejt. Mesazhet që jena të i përqu, unë po besoj që mujnë me mësu. Sa dhe që ka komente, nështë apo përqeni mesazhe negative, apo kuptën, po unë menoj që na kena nis një iniciativë që qysh menejt një djallë qysh mos mi besu, për shembull fajtë gjive. Unë besoj që janë këtu mesazhe negative kur dalin sipërfaqe, domethënë këtu janë mirë, po. E kam një ide. Nëse këti mbushtruhet e one, dashuri e humbur, s'ka ka jaman, hajde vëllai të rrugët e lirisë, qetë zej vajasht, në Gjermani. Mujve të vërtuan. Prap ta bën zgjidhjen A, kë. petë e one. Prap ta bën zgjidhjen. Prap ta bën Po, zgjidhjen. që kjo është shpëtim, e mira që të publiku, më i me thonë 98% po përqohet si di çka e mirë edhe qysh e theti, jam shumë i lumtur që ma kanë besu rolin kryesor edhe kryefjala këtij seriali me modesti, producent, basi shoqe Nexhe Melisa Leonit, për një me jam të përmend. Po besoj që jam të jashtë Ta e bojnë këtë punën që dikush me dal mirë, domethënë këtë ekipa ka një guri, basi shoqe din më mirë këtë punë, edhe bëhet ajo kështjella. Për mos më marrit mendje në fillim aty çka theshin. Bile Nexhi, po unë e di që Nexhi jep kritikat shumë të sakta edhe për të mirën tëm. Nuk ka rëndësi që roli kryesor, na mujna me nxjerr rolin tonë edhe ti për vete e ki. Masane mu që ato aja trakan të ruthem të sham mobre, se kam ju ushtru qaq mirë, kam ju kop këti roli, edhe po besoj publiku që është do që e vlerësën, nështë atë tina ke një këse ki, këqa përvoj, Sigurisht që po. kështu që po besoj ja kam dalë Ju jeni ekip fantastike, mas pari më pëlqen, aja jeni shumë homogen mes veti dhe funksiononi pavarësisht çfarë projekti bani, ju keni sukses. Domthonë sot më janis me dhon lajme, mendoj që keni me pas sukses. Jeni familiarizuar, tash edhe bëhet Unë mirë kam edhe. thonë fillim, e kum pas fatin që me e gjetë një familje dytë, sepse me të bo familje dytë dikush nështë është probleme nëzirë për vetës tonë me thonë këtë E gjohë. vërtet. Kur kam shku, se cili të knu, se cili të kesh, tash ja, një duna me kotë tepër i djetë mos mju Garant përshtatja, edhe çaj pin, basi shoqa, po qesin çaj mas. Ja, po sigurisht janë vani ta, nuk jetonin është nuk sham pa çaj në fund. Po du me thonë që është për një me familje dytë, edhe në fillim e tha dhe jetoni që sa do që është lodhse, sa do që është sfiduese, unë mendoj që kur vjen e shtunja dhe e dielja, unë personalisht e marr me shumë zemër, se pika e parë ka me dalë me një skenë që publiku janë të prit me na po, edhe pika e dytë që ka me taku familjen tem që për ton ditën e di që kam u knaq. Apo të lodh xhirimi se kur ka çat shumë domthonë shumë po kanë vëlla, po. Që tash që jena në Ramazan, i kum një do kritika ka pak hajde çu kfillu. Adin jena të e bo me shpirt Ramazanin, po nuk po më lodh heq. Unë po them që edhe pe agjeroni Ramazanin. absolutisht. 99% ekipa jena me Ramazan edhe masanej po është ai shyhreti i vet kur këtë po mbledhim pinalim xhirimet sepse është koha e iftarit, masanej po trollohëm pak, po energjia është e njëjtë. Për shembull javën e kaluar kena xhiru ndoshta 2 orë para syfyrit, po energjia ka qenë jashtëzakonshme. Cili është mas problemi në ekip? Kush është ai që ka pak vënuat, ka pak është flan ka pak në set xhirimit, ka gjysore kotët, ka pak shtetet. Kush nuk e lexon, kush nuk e din tekstin, mandej se tu janë krejt zinxhir probleme. Këtë nuk gëzaj se ma marrin një nati, ma sa në një majriu. Ani se jetoni mandej në fund. Po, jetoni na i qetë komplet dela. Ose shoq kanë drejt me Unë menoj edhe kur kena kritika për sa i përket skenarit shpejtim, unë menoj që është veç për të mirën tonë, sepse do shta sa e krym qaq ma herët, aq ma mirë. Shkojmë shpejt. Po, një sen që e ka produksionin do njeta, sepse na jem dëshmitar që e në bo shumë seriale, jashtëzakonisht seriale. Edhe ideja jonë do shta edhe kur kena full mënyrë ekipore, me bo diferencen. Edhe po besoj që detajet brenda serialit, sa të që vënome, andaj thash ndodhë që edhe para syfyrit ne e nalim, ja bojmë katë setit të zgjerimit, esenca është që vetëm e dalë diçka e bukur. Edhe me qëndru me qëndru këgja top një farë liste që me qenë më të ndjekurit edhe po besoj që kemi qenë verës këtu sepse i takon jetorit me full, na po besoj që jena kthy me një entuziazm të jashtëzakonshëm, edhe në kur hysha live ka pak i thesha nuk kemi me ju të shpru. E mërësha më një farë forme përgjësin me full për një produksion që funksionon që 15 vite, edhe i mërësha kompetencat edhe po besoj na ja kena dalë sepse ekipa është e mirë, produksioni është i mirë,
Edhe çka ka me shku keq. Publiku pjo dënë, mon, çka është shumë rëndësi që publiku e thet ato në fund pasi shoh gjithmonë fjalën e fundit se ti mundesh me u çmendu, po nuk mundesh me komunikim mirë ose keq në gjerim, po publiku thot në fund bojnë ose s'bojnë. Ata e vlerësojnë, ata e vendosin. Kështu që ju e keni mërri këtë qëllim. Fol Zotit. Bravo. Në jetën e përditshme a je i dashurum a jo tash ti tregon se Në jetën e përditshme jom shumë. a je i dashurum no? Jom shumë. Çka më lidh me serial është që unë jam qashtu, si besniku. Okej. Bëj shumë. Fatmirësisht nuk më ka ra me u zhgënjy, sepse unë besoj që Do me thonë e ki krykit pjesë në jetën reale. po unë a di ç'a thëm kanë njerë, me shumë sene ka pak e gjej vetën te besniku. seriali, a? Mirë po jo, edhe kështu një jetë përditshme thëm shqyr që nuk kam shumë pare se i isha dal fare krejt. Jo, po janë Kom sa për me jetu për veti. Janë këta, këta për me ekzistojnë. Jo, mos o problem. Jo këta ekzistojnë, po shqyr Vendosëm, galemi. realisht roli jam din me u komentu. Pronare Feronik, këtu kam me çështin kredi. Vajte kam me çështin, veç hajde zon. 40.000 euro kisha mja kthy që ti se ka mota veç po rritet, po isha të thonë shpëtim që ky rol jam komentohet shumë, apo kupton? Po. Thonë për shembull kum po komente që çfarë haram ideal kur kum pas debate të forta me nonën tem, apo din? E me qenë se roli jam komentohet tepër shumë, pi thom që kur po më shojnë masanaj në jetën reale, Ka djalë mirë për gjëna. ka djalë mirë, apo din nuk është njëka, po kryesisht nuk është se ka dallim shumë të madh besniku me Valdetin. Nuk ka dallim të madh domethënë. Nuk ka dallim të madh. Amo hjekat si të besnikut nuk i kam në jetën reale. Shqyr Realisht që ju s'e kemi shqyr nuk i kam se për një me qysh e kom dëshpru gjyshin, nuk ka ndodhur me dëshpru ta zon babën, se gjyshin tem në jetën reale se kam bajt men, po fol Zotit as e kom dëshpru familjen tem me kësi sene Me cilin trupe. pe roleve ki atë kimin ma të madh, atë farë energjinë, se gjithmonë me njëri pe karaktereve edhe teksti është pak ma lehtë, edhe gjithçka është energjia pak ma e lehtë në gjirim. Atë flas për dy serialet, Po. në të dy serialet Edhe për kimin ato që keni me bon. Po, po. Edhe për ato Edhe fol. drejt. jo po flitet që kena me bo shumë, po tash nuk e Okej. di, s'ka të na thot produksioni. Okej. Po flas pak për rrugët e lirisë, sepse Po. edhe aty kam gjetë veten edhe është goxha emocional me e lujt edhe besa kur po më pyesin publikun, i them këtë rol dikush e kish lujt që tamam e ka përjetu. Edhe besa më me thotë që të rrugët e lirisë po më nëna edhe më shumë i jep shpirt sepse është një temë çaq e ndihshme, saqë tham inshallah s'jam duka bu diçka me bëni gabim çka për një me e kanë përjetu. Se ato e kanë përjetu shumë shqiptarë, domethënë pasi Absolutisht. shoh që marr mend se është këtu në mosh pak ma i vjetër edhe ka përjetu shqiptarët kanë përjetu pasi shoh që kësi dy ndjesh historikisht. Për këta, për këta, ky serial, po edhe shumë seriale tjera që po i bajnë, janë të pëlqyshëm dhe janë hyrë në çdo familje. E vërtet. Sepse nuk ka familje, as nuk ka shqiptar që nuk e ka përjetu dhunën e serbit, E vërtet. qoftë në mënyrë apo në mënyrë tjetër. E vërtet. Andaj, ky serial e ka gjetë vendin të secila familje. E vërtet. Të ndërpejtëm. Po, kimia jam të rrugët e lirisë, më smiri e luj me Leonitin, edhe e kam një farë vetbesimi se nështë na ka lidhë edhe jeta kështu i na bo shumë shok, edhe mbrapa serialit masane edhe kur jena në skin, e kam një vetbesim edhe pse ndoshta kemi pak skena hala nuk na kanë ra me pas kështu fuqishëm, po thuaj se te secili unë e kam gjetë vetën, nuk e kam problem, ndoshta me modesti po e them që kamerën nuk e kam tut hiç. Apo kupton edhe moment që nuk ja di tutën kamerës me këndët që jam mjafton veç me hyrë në atë rolin e lulëzimit, një djalit të ilegales, i cili e din çka ka me bë, e din çka ka me vepru, e din çka ka me jep për serialin. Në serialin e kohës së sotme e kam Vesën, e kam ish gruan tem Dafinën që nuk e kam më gru, edhe me ato publiku po thotë që e keni një kimi të jashtëzakonshme, e kam gjyshin tem që unë kam respekt, kur jam para ti, matna shumë po ashtu i lut na Zotit, Zot bënë mos t'ja dështoj skenën, se është baca shaqe edhe kuptohet. Masa na jemi fajt të gjin ju mësu, kam me li paret, edhe s'ka kur gjo. Me jetonin i kena ka ca fytjet e konkurencës që ma mor grun në box, ato këtu ka me u shkep, po s'kena s'ka me bo. S'ke që me bo. Që kjo është. Leonid, qysh jetu kalu në do njeta produksion? Është të kem faleminderit mos pari për ftesën. Faleminderit ju e që një ardhë. Unë i puna 3 vjetë 3 vjetë. që po punoj me produksionin dhe njeta. Ma mirë që di qysh mos. Ma mirë nuk din. Vesh kur të kallëzoj që i ke bo 3 vjetë. Mjaftojnë. A ke mendu që ka marrëm që të pikë? Do më thonë, këthemi në kohë para 3 vjetëve dhe e takove jetonin. Kur kom fillu në para 3 vjetëve, unë kom kalu pe një sferë, do më thonë pe teatrit, që kena punu bashkë me Bazin Shaq,
kum kalu në filma, gjosha se kum dita si shkom punë. Ka ndodhë aty. Edhe kur jam shku në fillim, nashta s'ma ka marrë menja që kom e vazhdu. A me hinja, mos me hinj. Po, e kum pas jetonin, Florianin, Avdylin, Bazin Shaq, ekipen që a kena punu, cilët më ka nimu tepër shumë, se në fillim unë në përpos Bazin Shaq edhe Melisës nuk e kum njoft kërkan atë. Më ka nimu edhe këtë qatë tremen, qatë tutën që e kum pas, dhe më thonë më kanë hjek. Tu mi besu rollet produksioni, Të dëshmu t'i vetën, Tu nimu gjithë Floriani, me regjin që e bën edhe Avdyli, edhe jena orë deri në qitë pikë, sa që nuk po besoj që është ndoj serial që merë mbështetje më të madhe për publiku se na. Kja ka shumë rëndësi. Po, deri këtu kena arrit fol punës që kena bo, jena një ekip që nuk këqyrëm gjithë se cili me punu vish për rolet veta, po punujmë edhe për rolet tjera, edhe po besoj që kjena bën me konë që ka sukses shumë në serialit që na i bojnë. Bazin Shaq, cila skena janë ma të vështira me lujt, aktori? Çka ma vështirë me lujt? Cili është ma emocion? Kur ti e një farë dhimbje, mrena si person, andej ose çka është ma e rëndë për aktorin kur dole në gjërim? Po shifë. Ne bisedum edhe para se me hyjnë në emision. Një punë që e donë, E vërtet. ajo shkon mirë edhe shkon letë edhe dele mirë. A të merë në herë roli me veti, të më thonë se ka ka njerë kur është në Të merë skin, në ngjarje, që të rëmben ka njerë kështu, të kap. Pa tjetër se po. Fillojnë dridhën e të për një me kështu. Na e kemi pas një skenë, baja gje mundimshme që na djegu në shtëpi natën, Po, atë skenë, në realitet e kena përjetu me shpisht. Sepse edhe ka ndodhë në realitet. ka ndodhë. të më thonë. Ndaj, Të këthe në kota një e ngjarje. ka skena, po me gjithat, njeri ju, kur e doni diçka ja den E gjithë. vërtet. Negji, të regom kështu se të fol para si me hynë gjërim, the që po agjeron, Po, edhe po falesh, 5 vakti, po. dhe më thonë, a i fajdegjia në atje në rol, njetën reale është djallë normal edhe Normal, po. që sa agjeron në Negji. Agjeroj edhe falem që 15 vite, po. Dhe më thonë të dyjat bashkë i banë që 15 vjetë. Po, që 15 vite, po. Kam bo një rakat Qa ki bo? prej para 15 vite, ku im konë Djallë i ri, njali i ri, një student i aktrimit, Po. pak të e menu vetën si bohem, se zakonisht që është të fillon e puna. Me një dritë. Po. Edhe kum pi alkohol. Ke pi alkohol më herët, a? Po. A ke pi kështu pak, a rregullisht e ke pas? Unë e di veç ku ja kum nis. Mo nuk e di sa kum nis. Hajde më rëndësi ja kum nis. Ja ke nis me pi. Po, edhe fal Allahit zonë caktimit Zotit, më ka udhëzu edhe që 15 vite fali namaz, agjeroj, për qita dhe po du me lidhë tash të serialit. Po. Sinqerisht të sefa e baj shumë mirë. Po mendoj e baj mirë edhe knejna, po problemi që njihna mirë në atë rol, i bindur jam që edhe pa e mësu skenarin me shku e gjoj veten, se më pëlqen. Nuk o që su më pëlqen edhe të qila, po për një me, fajdegjien është tash, tu e njët role tash, për një me ka një tip në vështërsien. Ai mu më ardhen, ju, ja fali krejt bre, ju që jam në gjendje ekonomikisht, po e të sefa unë diçka tjetër, apo din, për shembull të qila është kur Ti je aktor me profesion edhe aktor dhe kanë një jetë që është pak ma artistike dhe e shoqënojnë veten ka pak me alkohol, po ti ke pas ke pi rregullisht shumë kështu. Që vendose me lon. A po të vështirë me lon. Edhe atë bjen huj në herë se huj qëre. Allah e ka ndalu. Domethënë pejgamberi Muhamedi alayhis salam e ka ndaluar. po. Sinqerisht, me pas komis me ndalu, më deu këtë kur se kësha la. Bukën e kësha la, alkoholin se kësha la. Po, caktimi Zotit, e ka ndalu strikt edhe... E qartë, po ti edhe atëherë ke ditë që edhe pas si me lon ti ai ka pa ndalu. Po që se vendose me lon. Se nuk e kum dit. Se ke ditë Se nuk e kum dit. Feja merret prej Kuranit. Po. Merr lexon,
lexon, e sheh veten kush je dhe ku je, edhe çore tash një njeri që ka vedije të plot, edhe nuk e njeh krijuesin e vet, ai pa ka prej tina. Edhe kum vendos. Jam tip si kur i prej sanit i prej, për një me. Edhe i kum thos stop, ma alkool nuk ka. Që ndodhe kur shkove i pit një në shtëpi, kive na kallëzu shto. Baba, era me shpirti pas më ka vdek, para ca kohë, edhe një më herët më tha, birë tha, veç një sen e du piteje. Qka du shki, veç alkoholin, Leje. thash, po të premtoj që ma i ka orë fund. Mas 4-5 dite, me siguri e djenë, receptiori ka diskoteka, edhe me deshu ke vazhdu më nejen, bam, edhe nuk shapi që 3 dit shkoj, pa pijeja. 3 dit. Edhe derin 4 mëngjesit. A di dhe ju më shelë, si smet më kërkush, edhe një 2 gota i qova. Fond të hecë. Po, a di më të hecën, edhe i hypa kjerë të qova në shpi. U më nesha me prej gzile në shpite, ma di vish me prej kadale, abdin, po, Mos bet një unë kish me të gisht në zile. Në 4 mëngjesit, bërë, u qonë këtë shpia, dollën. Dull, baba, se u morë më shtini mërana, po tash, esenca është, nesërmen, kanë 2 ura, qova, pelezi cigare, të pi kafe. Baba me mesele, se gjithë më theke, Afro? Ja, rotla, ju drejt, si s'kish qef mo prej kompiti, ta birë, tha, këtu njëherë, tha, kim pas ljëp. Tha, veç besëm, tha, ljëpt, ma të meqëm se njerës në qitë ku. Thash, pse, bob, kush ta ka prish, abdin? Jo, tha, po, e këm pas laruken, lju po konë, edhe si hi kem rene, shkoj këtë drejt, shkoj këtë të veni vetë. E merë shumë e largë, vëshëm a petur theke. A pronë, tha, më ka orë, tha, i lju, më 4 mëngjesit, nuk di ke me shku të veni vetë, bo, shkoj kënë banje. E di, thash, këtë herë u kryen. Dhe më thonë, pe atë herë vendose. Këtë herë, thash u kryen. Ja nise me agjeru, më falë, tash dalimin të regona tash, sinqerisht, dalimin në kurën kur ti ke pi vazhdimisht, edhe në kurën kur ti mo spin kur që 15 vjetë. Jam shumë mirë. Dalimi është i madh. Elhamdulillah, pi Zot, jam shumë mirë. Jam shumë mirë. I qetë, Jam i qetë. s'ka nevoj me prek zilën dhe në vënd mo. Ja, absolut, heq, jo, se nuk kam nevojë me prek zilën, se adi janë qunë të shkënë. Edhe shkon në ku. Po janë, Po pra, qore, e veç edhe një, po ta të regoj. Hajde. Po takova me i shok, mbi të fëminis, do me thonë a i ngër vetë. Edhe, po më të regojnë, tha, ne, tha, ku më kesh, tha, në Zvicër me një thonë jetonë, thash pëse, na shtëpia të ofër i kim pas me ta. Erë dhe tha dhe nona tim kësh pas tonë. Negj, a kini bo bashkë? Isha këthy ati shehu këti kësha tha, a kina bo bashkë bre? Se këtu hi natën, këtu dalë natën. tu dalë ditë, tu mëse pa u borë në Tu kur. mëse pa borë në kur. Dhe më tash je, Tash okej. jam mirë. Tash nuk kam nevoj me prek zilën se shkoj me orarë në tejtë. Shkon me orarë. Ka herë që këj jetu një mi ha një 20 minuta, re, 8:20. Maksimalisht. E dojnë nësë është i hareshëm është. Shumë i hareshëm. I hareshëm Dhe është. më thonë, ky, une jam i bindën që kjo është shpirti i ekipës. A mo veç të zilja që ato që tha tash, adin s'pe prej tash është ndryshe. Tash ndryshe. Se Ramet Lija ka shku, Po, e tash aja që orë dhe fisit huj. ja ka hek zilën krejt. Nash da që të Ja zgudzë ka shumë ja mojt Ja ka hek gjishtë. zilën krejt. Tonë të regom, so aktori ki krejt në 2 serialet. Dhe më thonë, i bo prema, i bo shpije molle. Po, jemi rrit mirë, jemi tash për momentin, jemi dikon në 40 vetë. 40 Staf, vet po. staf. Po, Qara, përshë 40 vet jem. një produksion Edhe- që punon edhe normalisht e ka një ekip e Po mënume 40 aktorëve është me punu, fantastike. unë e falenderoj komplet ekipen, për një me ju adin me dhonë veç fjallë, po muj me thonë për 95% janë për lapdota edhe janë mos më tut me punu me ta qka dush. Tregona cilin pej seriale pe don ti ma shumë. A Rrugët e Lirisë, a Dashuria e Humbur? Rrugët e Lirisë është historia jonë, E shqiptarëve. po, ky Dashuri e Humbur është tema aktuale, se cili më në gjenë edhe vetën ato, pa morë parasysh çfarë dush rrethone, e gjon vetën, çdo familje, po Rrugët e Lirisë është këtë tjetër mohabet. Të prek. Se të lidhet me historinë, të lidhet shpirt neshtë, edhe adin se i kanë, se cili e ka përjetu, i ka shku ka dera, deshtë mes E deshtë. vërtet. Ekipën e kemi mirë, me to drejtën si staf, jemi nashta me shumicën prej që kemi fillu, që 4 vite me tregime Që 4 vjet. Po. I le tregimet mo.
Domethënë, a jetoj moj talo Jo, tregime rrugë të lirisë, jemi me tregime, Po, e di, jemi po, vitet po, më ne kështu 80-90, vitet 80-90 jemi qëtash këtu. Apo tash e ka emrin tamam rrugë Po, lirisë, domethënë ke dal prej asaj pjesës Fakt. tregimeve Amo kështu popullore. jemi fokusu si tregime, edhe me një titull si tregime. Emrin ka rrugët e lirisë, ekipa është që shtregova është shumë okej, skenarin e ban po, Mirë. perfekt. Skenarin për momentin është Qamil Sahiti, i cili ka rolin negativ. Me cilat probleme ballafaqohet produksioni ka një herë kështu. Çka problemi? Është skenari, është aktor, është ekipa e realizimit. Tash has punë të ndëlashe. mëdha kanë sfida ndryshme, adin herë ndodh na shtat ndaj aktor s'është i përgatitur, po në përgjithësi është mirë. Produksioni na shtat s'është i kënaqur kur, ose do të më koni i kënaqur kur me mirësitë që vinë se Sigurisht, s'do të më pajtu me ato do të më vazhdu. Banë bisedë me Bacin Shoq. Po thotë nëse ti don më najt ato ku je, ose po do më bëu demel, ose nuk din më shumë. E vërtet. E na nuk po pajtohemi me ato ku jemi. A keni me po insistimi ngrit. tjera projekte? Patjetër se po. Patjetër. Gjithsesi. Shtëpia bën në fund, domethënë 40 i ki, garant fut mujt bëhen 80 kështu me numër, se kur vjen puna rroga rritën ato. Valla shpëtim fund mujt, po mbjet tensioni diçka. Vjen tensioni. Ata hapa s'pi përdor, ha? Ble edhe hapa. Po do Ja. të më najt diçka shtëpi. Vjen të qila, ky Po unë vjen, ja jep një ti merr 6 tani në fund. Ja janë përgjithësi. Ai ma pa du mos ma qit rrugën me kohë, po gjithë me kohë ma qit. Gjithë me kohë? Se me apo duplikat me ta. Nuk guxoj me zgënjy shpëtim. Ja sigurisht, po Se ti si ke shkruar. e meritojnë me i stimulu, e meritojnë mos me zgënjy as taniherë se sinqerisht janë të mirë. Janë të mirë edhe për një men kalojnë as sikur me kon familje. Si me kon familje, Kena harmoni, e gjatë bashkë. edhe qështa Leoniti pore, ju për shembull se cili me këshyr me kry veç rolin e vet, po i ndihmojnë një tjetrit edhe kalojna perfekt. Valdet, a mundesh me menu tash mos me lujt mo? Domethënë tash ke hyj qaq felti, po të shoh edhe ki një entuziazëm pa pam. Domethënë bravo se që kjo energjia jote shkon te publiku. A paramendon vetë mos me lujt mo? Mëra të kallëzoj diçka veç mos Po. let me ras publiku as produksionin që më ka rrit menja. Unë kom sy Turqisë. Ti më në rrit se ki, jo, ti je shumë djalë i mirë. Realisht unë po them që unë u pata të shpru 2 vite më herët, se pata provu me hinë në shkollë të arteve, u pata përgatit qaq mirë sa që nuk u pranova. Edhe në atë kohë në komision ishte profa Enver Petrovci, pa të përgatit paka shumë, po gjithsesi nuk u pranova. Nuk funksionoi. Unë e thash më herët që i pata zgjedh 3 rrugë, domethënë, që i konceptoj shantrunin tem janë ardë në vete, ose muzik, ose gazetari, ose aktrim. Okej. Nuk mujta në aktrim hyra në gazetari, se thash e po tani derë që mu ma mërmenja që unë e kom ja dalë shumë mirë. Ja kom dalë jashtëzakonisht mirë dhe po besoj që unë e gjithmonë them që aktrimi është për mu po, është derë shumë e madhe për mu që e kom gjetë vetëm te produksioni do njëta, jo dikon tjetër, po gazetarin e kom shumë primare. A mëj me nejt tash pa e lu ndoshta naj projekt, e kom shumë zërë me thonë, se edhe publiku edhe ma herët, kur ju më kanë i vogël, unë ju më kanë ai djali që ka bo show si në shpe, si në shkollë, nuk ka pas mundësi me u bo një spektakl sa do i vogël, që Valdeti ka mungu. E tash ka me pas shumë problem. Kështu që inshallah produksioni do njëta e ka menu far Nuk e lëna pa punë. ca roli tjetër. Pa punë. Amo është ideja që besnikun ka me perfekcionu, se nuk them që jam perfekt, se shpeshar në këshyri vetën edhe ku muj me perfekcionu rolin tem. Me plotësu, Si në raport me secilin rol, si në raport me gjyshin, si në raport me shokun tem gusht, Fisin, Valimir Halimi, se harrova me përmend ma herët edhe me ato kom një kimi t'jashtëzakonshme dhe publiku po na dojnë bashk, që tash jam gati për një me prap po e flas me modesti për secilin rol që mundet me mu besu. Mas pari nuk e shgënjir vetën se e kam ati natin e punës. Badi hava. A je na gjorë në puna? Jo mi na gjorë te për shumë me punë. bo maksimumin. Plasin punë. Pej gazetaris kum pushu një vete gjys, vetë se kum plasin Os punë. kthejesh më kur nga gazetariti. Jo. E kishi ju këtë botën tjetër, ti mon gazetari, bini kur ti shish gazetar, kemi thonë, o, largom në brëse. Qëre, Ko, që po ta jep një feedback familjes tem çka po më thonë, qëre ti je shumë i mirë, zemrën akpute kur po të shohim serial, po të shkon edhe gazetaria. apo kajnë shtëpis me ty kur po shojnë të kajt?
Kur më vdeq nona, kena pas një skenë tepër dëmshme te varrezat, veç e kom pa babën tem që ka bëu kështu, nuk moj. Se i ka dhimbjet e veta, që o xhem luftë është vra, nuk e ka babën, nuk e ka nonën, edhe normal që ndoshta kur e shen një skenë pak i dhimbë, në naj box, naj tradhti, ndoshta. Naj kamat, ku të rritën. Po, naj kamat absolutisht. Si kum hin në prag shtëpisë një ku për neve ku na shtinë rruga. Thash pse më. Maru me ty të qumë shkollë, domethënë qumë shkollë, të shkollu. Unë që s'ja di shtëpinë, se më bë me shku ka shtëpia aty, ata ikin krejt, një orë me një herë për qef. Kështu veç ka kur të mëqesin 5 njerë, merr shtyra e madhe. Ku po më duket që besniku edhe roli jam ka prek për më në secilin familje është që krejt po ma përmenin një diçka, në ngushëllime për nonën, qysh gruaja jote s'ti dha ty një përkpuca, ja dha ti biznismenit. E po ka shumë detaje që mu po më kënaqet për një me zemra, edhe kur po nalen njerëzit me fol me mu çaq kom qef me kon për tokë shpëtim se unë jam këtu në mes të askundit, produksionin do njëta më qiti para gjithë kundit. Që se mundën me i thonë që shtë dhe që se po e thamë fjalinë e dure, po më nëna me kon për toke, për shembull me fëmijët që janë një dashni, unë i them një dashni e pastër. Si dojnë fëmija në rregulli. Çaq mirë e dojnë edhe e dinë rolin e besnikut për shembull ose rolin e vesës që e kam motër të shpirtit në serial, po ashtu shoqë shumë mirë edhe jashtë serialit, e që ky familjarizimi i njerëzve që u bë, unë prapë të them që për me ta lidh me pyetjen tonë, nuk e kam mendjen me unë dalë. E sidomos që jam të bashkëpunu me këta njerëz të mrekullueshëm, unë e di që kam e bërë shumë projekte, që ka bërë projekte dhe më herë kur s'kom ekzistu, hitë si Valdet, si Val, kështu që unë i thëmë po, nuk pritoj se e kam atë vetë besimin që më imi a dalë për burë. Thjesht, Melisa, pra mendo me pas një vlla ose një motër ose një antar familjes me çdo të lashës që është në serial. Na edhe kur e ushtrojmë skenarin me besnikun si personazh, mu më dhimët shumë, edhe për një me e thash edhe më herët, seriali Dashuri e humbur është tema aktuale që gjithkush mundet me gjetë. Mendo me pas vllaun gjatë probleme. Motra është shumë e ndihshme për vllaun edhe për po na veç mi shnohu me rolin edhe sarë edhe gjirojmë gjithëm edhe një sholla skena që si probleme. A shini onra të lujt, është domethënë se këtë përcjellën edhe në onra më ndjetën, ti hala s'ke lujt, ma mi mos luj se as gjumin rahat nuk e ban. As gjumin po nuk luajn kështu në seriale. A shini onra për me të lujt. Mu nuk më ka ndodhur. Halo, ki të bone. Do të më këshyr ose më të shkri plum se zakonisht shfaqen onra këtu. Shfaqen. Unë e morë në alisht, nuk e dija ja kom të regu ekipës ajo, unë e kom borë një natë një andër që qela më njeke me një thik. Me thik? Edhe thik të bukës. Scarface. Ja arriti, po du me thonë që edhe kjo ka ndodhë ndogët para, tu e mësu skenarin si një natë, ta shtonë të këmë ra me flejtë qatë natë. Më njekë edhe në fund të arriti më më therë. Me të bukës? Aja është të keqe, se është sharë. Aja është sharë. Po, se përa po e lidhin është me dashnin e rolit, me dashnin e skenarit, nështë ta na hynë edhe në andra, po në po besoj shumë mirë. është ta i mishnimi që e përmeni vesa që... Edhe letë më therë, në është të gojë. Po, me sot bukës nuk ka ne... E marrë një matë. Edhe kjo ka për i dorë, që thëmë. Se kjo për qef nuk njek. E kam, pasha. Unë e kam i din gjyshin me pështu, që ka të që ndodhë me mu, nuk ka probleme që. A është tash një e modhe e nipit për gjyshin. Hajde të rego, tash të jashtë rolit, po flasim jashtë krejt skenarave të mundshme, po. Te familja e babës nuk e kom përjetu, e thash ma herët. Asune jo. E te gjyshi i dojve e kom përjetu. Edhe kërë më kalzojnë që gjyshi i dojve ty t'ka pos i dëllë, se ka pos qef mi knu, unë menej që i vogël jam edhe nështë na imazh e moj men, unë po them që gjyshin shumë e para menej taman gjysh, qoftë në figurë, qoftë këshillat që mi jep, e gjithë shka tjetër, menoj që është një dashni që nuk përshkruhet. Ajo, këtheni njerëz dhe mesazhet ku ju shkruajnë, po flas tash në përgjithësi për juve, Leonid, folna mos na rre larg temës. Ajo, këtheni njerëz dhe mesazhet edhe çfarë mesazhe merrni për njerëzve. E kom pasë një skenë, kom pasë me Basën Shaq, po flas të Dashuri e humbur të qela kur unë shkoj këshyri me morë orën edhe me ashit vjen ky me revolja dhe ma prish pazarin edhe unë përzapi aty. Prishet pazarin. Zërë jëmë ka prej komentuzve. Pse? Ta ka merdhi plaki. Halali këtë. Mëre qil. Ta ka merdhit, adin, zërë... E morin seriozisht, ata që dojnë projektin e morin shumë seriozisht. Edhe shkruajnë shumë seriozisht edhe kanë qef mjë përgjisht shumë seriozisht. Dorsta me të thonë këto se nuk mësh ata në asmihim javë këthyen, veç një që ke, tha, qel, tha, në ta moj të shkë dhe herë.
Teori. Tha, po shko tha te ora dhe herë, tha se këtë herë tha s'ki më kthy heq, e që ati ja këm kthy, thash. Po në kobre për e me, bre sa ja orë e djallit agjës, jo. E morin shumë Po. për zemër, domethënë shikues që janë kështu Fiks. fanatik. është të vërtet mu ka Nuk ndodh, edhe shohin detalet që na nuk i shohim domosdoshmërisht. mu ka Ose ndodh, lese mirë është ai shet detalin. ka ndodh shpejtim, më ka shënu njëri për shikuesve se të lut na thet mos i fotografo, thot aktorët, po mënej këta që janë negativ dhe rolit pozitiv mos i fotografo Bashk. bashk, se na pe mormi sikur me kon reale. Domethënë çfarë Sinqerisht. shpellhin në Po, seriale basi shumë shoh vërtet. sa Po, edhe në fotografi normal du pikova ata s'dojnë me pa, dojnë me pa ato që shohin nëpër Shumë seriale. vërtet. Atë shkruajnë njerëz, atë thonë që shohin me posti ose atë ka thonë dikush unë e kam posti jetë ose. Unë realisht ma shumë po takoj njerëz live, drejt për drejt, po edhe me shku po se po, unë po mënona mi u kthy krejtve, po te une o besnik, mos e doj me dafinën, o besnik merë pranverën se është shumë ma e mirë e pikom që dokumente. Do më thonë, kur po jena live, po mënona qatë shumë, kanë herë po më dhimën, qatë shpijen mi shnu me serialin, pju kalzej dhe qa ka më bo, qatë... A pja të regon domethënë edhe atë pjesën, a? Po, Okej. absolut. Unë shpetim krenarin më të madhe që e kam prej cilit vend vit, domethënë jam i Sankovcit, pjesë e Komoranit, e komunë Drenosit, Drenic në tërësi. Kur po më thonë të kanë herë kur s'kena menu që të shohëm çto. Po i qituit jam, apo kupton. E po nolna Qito ju 2-3 mëri. minuta, 4 minuta, 5 minuta fotografi për një po du me kona e Valdeti që ju më konë gjithë. A ideali që u ka thjesht me një shkollë të kryme për gazetari, kush i ka fol mirë, kush nuk i ka fol, Në punë të vet. prap se prap. Amo nuk po tham këta po më shohin çdo të marrë te mu kush jam unë, po mënona se cilit më avon kohën, pra po them dashni më të madhe e kam pe fëmijëve që po e shohin serialet. Dashnia tjetër është dashnia tjetër, s'po i them se mujnë mu prek burrat e tyne, ama gratë janë jashtëzakonisht që na këshyrin edhe më përkrahin mu, sa i përket rolit, po janë edhe këto moshat e mesme të cilat unë jam tu befasu. Hajde çka kishte bom me pas konti skenaristi. Vit një dy pjesë çka kishte bom. Ma kish Ai, lau qa- dorë që në qa kështë e po, për Fille shembull? kish gruan. Nuk po mpritet ai momenti që kam e hjek qafe çelën. Okej. Nuk e di çka bën skenari. E me dashnin? Për bes, për dashnin, nëse dashnia jam kish pas nevojë për me përpare, Po. edhe veç me nejt me mu edhe të e dashtun ato, për me isha mënu mi po këtë sanën, që ose i shkon akteri kryesor parja bre, e të e dasht për shkallën personin, isha mënu edhe veshkën bre me jep, veç me nejt qaj person me mu. Okej. Po- A menon që ka hala dashni që mundet më fitu me pare ose duhet dikush për pare? Ose Skenari tash na fol kartika. pasi shohësh për dashnin në kohën e mëhershme që u konë, domethënë atëherë u konë dashnia ndoshta pas rrosh pa sinqert. Të ka dasht ose s'ka dasht. Tash ti don me Ferrari ose me një Lamborghini ose Jo, me një realisht, unë jam shumë i ri për me fol pas asha që e din më mirë, po unë menoj që edhe në atë kohë, edhe tash që është interesi sepse të mirat materiali janë më të mira. Edhe në atë kohë, kur e di që i kanë psit nuk kanë thotë që i kishte sene djali, a kishin vërtet. tokë, a kishin orë. kush i shkon mësues këtë herë kish mos e fata, më mësuesi pasi shoh që kish marrë më të mirën katon. Daskalli kanë thonë. Mësuesi, domethënë au kom mësues, ja ka bë për hajër ose ja ka pas dyqan ose ja ka Po pas megjithatë ha? jemi kont një niveli, nuk ka Po. pas diferencime. Ai ka pas ja 2 lap më shumë më pak, çati u kon diferenca. Për çata dhe u kona e knatësia me e madhe. këtu. Apo thu pasi shoh që u kon knatësia më e madhe për shkak të nivelit të barabartë, Pra ajo e ka bon të vetë. të vetën. Sepse jemi kont parafërsisht në barabartë. S'ka pas diferencime në krejt ka tunin, ka mujt me konë një shpi që u konë pak me e Pak mirë, më e madhe, pak më e mirë. krejt ju në konë një nivel. E çfarë po do këta që ku pasi shoh, që ku tash modern që i thonë. Këtu tash ti ndikoj Po, se disa shku në hanë, Po. disa metër në nërë të ku jenë kanë, e vërtet. edhe këtu fillun këto diferencime tonë kështu Po thu tash bëhet që kjo, Po. që kjo interesi, që tash kjo. edhe u largu njerëzit. Po thoni që ka dashni për interes, ha? Tash? Absolutisht, unë e thash që skenari është bazutikon, rrethanat janë bazutikon, Po. në kohën që jena të jetu, realisht është fatkeqësi, fajdja është fatkeqësi, vrasja, janë fatkeqësi krejt që na jena të i përjetu. Po veç mos më dosh gruaja që s'ki pare, ose e dashur ose i Qysh do dashur që tjetë shpëtim, unë jam i thari asaj që me u kënaqsh me pak, unë besoj që dashnia është më e madhe. Edhe kam fatin shumë të madh që ju rrit për një familje që shumë kallabllak, po me pak jena kënaq. Unë e vërtet që kena shumë secili, po ndoshta nuk kena shumë afër. Edhe jam çasi emocionali si njëri që domethënë e dashuroj botën, hajde i bojna breket bashk. Apo kupton edhe dafinën, nëse e mani men episodin e parë një minutë që m'ja ble asoj një hamburger,
hajde ndajna, besoj që ta kom ble 2 euro, po ta kom ble me dashni. Ti peskavicën ajo bukën. Absolutisht. Edhe sallatin. Pak sallat, po pak sallat shkon. Edhe po më fritat prej Po, prej shtëpie. Ka njerë në skenar jo me alu çka thot skenari, po çka e menoj ka njerë vetë mënona me i shtu dë fjalë veç me përçu mesazhin që shpirti jam të bën muni me çat sokena. Kena me ja dalë bre bashk. Po unë përbesoj që Dafina, ose Ardiana Mehmeti që po e përshëndes në këtë rast, unë besoj që aja ka fundi, ka me u bind që besniki, unë mi ja jep këtë mirat me qatë sa ka mundësi. Edhe një ditë edhe na bomi shpi. Mos ta qof skenaristi Azil në Gjermani, Ai kuku. ti mundesh nashta mundesh me bind. A pja këtë njëzë mesazhat, çka po thonë njerëzit. Edhe çfarë dashni është kur njerëzit ndalin, të shkruajnë, të pyesin për serialin, atë ka drejt me fol, mandej këta për pjesë që kanë marrë, ajo që nal me fol. Kupton? Normal, Ato çka i din vlasin. normal nuk duhet me ful. Po, apo ka herë Serialet vlasin. me mojt sekrete. Apo ka herë vlasin. Çish po Ne do të njësh? më lshupe. Po mirë shpëtimun e normal mesazhet i kthej gjithë, veç që to që janë nisën me bo pyetje se zakonisht. Çka ndodh në javën e ardhshme, po. Jetë me talon pik deri në E episodin vërtet, tjetër. e vërtet. E kur po vesin për setup, jo tham pritni një javë më mirë se më bëu me të kallëzu tani mos. Muj me këshire. gabu ose të këshyrët. Po prej serialeve dhe prej epizodave tjera që kena kalu, rolet që i kom pas gjithë role pozitive. Edhe nuk kesh ndjen më të mirë se kur e takon një fëmijë në rrugë 4-5 vjet që vetë sa ka filluar me ditë, edhe vjen me plot dashni edhe të përqaf. E vërtet. Kur e nisëm serialin Dashuri e Humbur, e provova veten me qelen. Edhe e nisa pak negativisht rolin, veke interesant kur u takojsha me një fëmijë, ja bëj ke prindi vet, që babe shko fali, nuk vek edhe ke jo se i keq. I keq. E hongra një Me plëm fajtëgjin. pe pasit zhoq. me pajtëgjin. Po e vendosëm që mu kthy apet be Ti pozitive. pozitivja. Më bo burri mirë. Mu mirë. Mirë. Ama unë mendoj se rolet negative janë më të vështira me lujt. Do të thonë, Wallahi po. duhet pasi shoqja mendon që ashtu disi roli i negativ duhet mu tjetërsu. Pozitivi pak më Rolet afër e ki. negative e mojnë serialin. Do të thonë rolet pak më kështu negative janë pak më vështira edhe mu lujt edhe me Mu së mbje me vërë që i kam negativ shoqja në të. po sigurisht pasi shoqja me Se pyet. mu së. Na në teatr, me qenë se unë kam lujt role negative, Po. po ma shumë i kam pas pozitive. Teatr atje kemi pas Bilal Kocin Ndjes pas, Po, Ndjes ai ka qenë shumë njeri pozitiv, shumë ka qenë humorist, shumë po çdo herë i ka lujt rolet negative. Edhe shpesh na thoj ke jo, bas lëk dhe ka rëzër me lujt negative, se pozitive ti lujnë tonë. Ta mushi teatrin. Kështu që faktikisht roli negativ është edhe majron, edhe me lujt, Sigurisht. edhe me Sigurisht. përjetues. A jetohet mirë tu ka aktor, tu mor pjesë tash në disa projekte për shembull, për gjithë po flas. Toni le të ngon seri. A jetohet- a jetohet mirë, a ja blen me humor me këtë punë. Une e kam profesion. Po, E kam punë kryesore. Po, nuk e kam zanat, bravur, po. Nuk e kam punë dytësore. sigurisht. Edhe unë jam shumë komod. Je okay domethënë. Jam okej me pagesë, nuk lypi ma mirë, e jam është veç me vazhdu kështu. Veç me vazhdu kështu. Po, jam, qëre, na, shpëtim, na shqiptarët, na jem pak të pangim. Edhe 5.000 erë mujt mi pasim, na apet nuk jem knasht. Tishin ka 7, thoj. Knasht që vëlla. Unë e 5.000 si kam, po, te 2.000, Po të thojmë te 2.000 jam. tishin kon 7.000 kishim thon. Tishin kon 7.000 kishim thon. Qëtu është esenca, knasht që me qata që i gjenë. Unë jam mirë. Unë jam Pasi mirë. shoq po flas për kohën kur pasi shoq ndoshta këta kanë hek më shumë keq, se kanë punuar në kohën kur po. i kanë pas Qashtë. ka 10 morë kanë ashtaj kanë marrë. Pasi shoq me sa më men që ki marrë mas fakti, Ja, na kryesisht e kena bon baza vullnetare. pasni Pa asnjë lek. Cent, ti thojmë na. Hiç. sa vjet ka zgjatë kjo Ma pasi doj shoq. shumë, ma doj shumë me i bon tonë ka pak pore, me shku me ble një simit të furagjia i kena thonë. Po, një buk, Qatë simite. simit e ndoj shumë 10 vetë, ka pak. Do von çaq kushtet të mjerueshme Qaq kanë. kushtet, po qaq vullnet që kem pas, vullnet që likt. Ka orë që ky vullnet pasi shoq. Krejt prej shpirtit, Prej se do shpirtit. me thonë, e kemi dasht atë punë me shpirt. E tash ta trit çka po doket, a pe dojnë këtë punë. Jo, të trit, kjo ma ka ndru. Ka ndru tash. E ka target tjetër. Si ti thush apo vje me luve, sa dali.
Fjala e parë. Edhe thmin, teatr, i kam thmin edhe a jetë najsan. A jetë nëse atë po, bre. Do me thonë, ka ndrua i raporti, më nuk është. Ka ndru raporti. Ka ndru. Do thonë është një bullet i madh që ju me vite keni lujt pa asnjë shpërblim financiar. Kanë udhëtu njerëzit kam 2 orë në pikë të natës, dimnit, këtë nëherë dimnat ju në kontë fort, bora Shumë dej se pa kusht, ajo është shumë e fortë. edhe kanë udhëtu kam në prova, dej 90, edhe kanë... A kishim mujt me kalu ka rruga basi shaq me lujt pas një pare që kalu basi shaq me vjetë. Pi ju pyes për juve trive, ti në rregull je me rrugën, mos u Unë jam hanko, mirë. ti nuk je i këtojt. Unë e kisha mujt, se e kom dasht si profesion, edhe E ki mundsin. ju më konë. Më që thoni njerëzit mos më jep rrugë aty vjet. Domethënë mundesh me Mësë më jep Mos më bateloshe, mund me unë përjetu, bateloshe. jeton, mund me përjetu këtë sen. Unë për një me po thëmë me krejt gojen që kisha mujt se e du si profesion, tash profesion dytë në qofë se më lejohet Sigurisht. me i thonë, po gjithmonë flasë si individ, si për personalisht dhe më thonë, folë zotit që në qofë se mundu me i thonë, mi ka folë disa talente. Apo kuptën që është tash profesionin tem pare kam që e ushtrej, po shqyqyr që është e jetonë unë ati që ka menoj. Për atë sa e ki hakun, unë kom punu në market, po kur mu ka kërku me punu qaq, so mu më ka taku, unë e kur nuk e kom gju zonën me tho, sepse qaq e kom bo punën. Qaq sa e kom hakun, më pagun. Unë e thom, moment që ti shkon dikun, punën, ta jep paren që ty takën, ta jep bukën, ti e në vend punës atë. E vërtet. Edhe nuk lejoti me që kryt, as me që gojnë valon e pankona. Qëre, krejt bojnë për pare. Tash është koha, Është mirë me kry punë, është normale, është shumë normale. larta që na krejt kemi nevojë për pare. Lash normale. prapë kthej në personale, shoqër zotit e kam një zot që më ka voli lumi zot që kam reklama që e lexoj, jam një farë voice aktor që po i thojnë këta tjashtë, të më bëj kthej me zona luj bla bla bla. E shoqër nuk jam të hikeq, ma shumë e kam dashni, unë jetonit i kam thonë në verë, kur më një farë formë produksioni u përball me një lloj krize që tash as nuk e kujtojmë atë krizë, qofse e mira produksionit është me ecë për para, më fali, edhe me orë që ku jena të full, valet ajo zë deklarohet pa pare. Po besoj, bravo. e mon men, Bravo. më falë që po e thëmë, po kur e pash që një produksion që 15 vjetë, bani punë të jashtëzakonshme, edhe tash me u Veç për nëjë demoralizu, 10 vjetë, më falë. a? Për nëjë 10 vjetë. 25, a? 25. 25, më falë. 25. Nuk pas ka hangër shumë. Një vjetë, Për kur- Maraklis janë, për Marakli nuk janë kur gjë ka ditë. Veç që shpëtim që Per Maraklis- 20 luj pa pare. Amo- Po e marrë borçin të jenë fojtë dhe në big. I hangër 10 vjet, po ti domethënë e nxjerrë shpërblimin, apo është që me marrë fet boz ke punë. Jo, absolutisht, unë e kam fjallën që kur Zoti perimet takon me njerëz mirë, unë mendoj që gjithçka nuk është parja bre, është Vërtet. që ti ndërton diçka bashk. Edhe unë prapë i them jetonit gjithë që 5 vjet, unë falni që po e përmeni 5 vjet gazetar, 3% e njerëzve më njohin, ose më kanë njoft, ose Ose pak ma kanë profesion arri ma me ndryshe, ky historit e mia që i kum bë gjithsesi. Për me lidh pak me profesion, ka ra me trajtu shumë tema që tash nuk janë fajet edhe të produksionet që arti në Kosovë, për shembull, nuk investohet. Unë e di që me një shtet tjetër, ishtë më larg se në Shkup, qeveria ofron pare që është më mirë për produksionin, është më mirë edhe për aktorët. Tash me mundësitë tona, na e dëgjojmë shpirtin ton që e dojmë këtë punë edhe e bojmë. Edhe personalisht nuk e kam as edhe një lloj ankese, sepse jam aktor veç një vit në A skenë. ki pas honor këtë punë? Domethënë edhe a plotësohen honrat, a kthehet në realitet. Mu ka plotësu. Edhe në shkrimet e mia kom thënë që një ëndër e harrume është rikthyer në çet vit, edhe mu ka bërë realitet. Marketing kthehemi në pjesën e dytë. Jena kësi pjesën e dytë për sonte me ekipën fantastike të produksionit Donjeta, 2 seriale që janë të realizu për momentin mas qikumet. Edhe unë juroj fat edhe punë mbarë se di që është zërë me koni pari, u zërë me majt mandi, po këta janë të e majt në mënyrën më të mirë të mundshme. Jeton, a i lokalista po më do këtë mu? Do më thonë, shumicën e aktorëve i ki morë të Drenicës. Këtë që po lujnë, shumica po më do këtë janë qasajone, ose e kam gabi. Nuk moj me thonë lokalist, se Se jam, se jam. ja, jena zgjeru në kritë Kosovën. Okej, Thuje çdo qytet Kosovës kemi aktor. po dominon, Edhe Pak dominon, me shije. amo kemi ndru, Keni bo kombinim.
Po patjetër se po kemi marrë edhe pjesëve tjera, edhe pse si jemi asnjëherë lokalist, po ashtu ka desht foto me fillim edhe kemi fillu me Drenicë, po jemi zgjeru, kemi qytete ndryshme. Po, a? Po. Do më thonë, ka dalë prej zonës Patjetër, operative Drenicës. i na rrit si shtëpi edhe Po. o dash tash me gjetë ajken. Ku po gjironi, në thonë, cilat pjesë ma shumë? Këto aktualen, çto dashuri e humbur, jemi në Drenas, në qytet, jemi edhe në fshotra Të Drenasit. regionit, okej. Po, çto Globar, Bahic, Okej. Sterdevc, ku i falenderoj gjithë qytetarët, asnjëherë nuk na kanë sjell ndonjë problem ose hiç respekt, fort maksimal na respektojnë, kënaqen kur na shohin. I besa ndoshta lodhën pak aktur të bu foto se i dojnë, ë. Sigurisht. I dojnë edhe kaloj mirë, dyrët i kem të hapuna në biznese ku dojna me gjiru, nuk ka nevojë me shku adem ma herët me thona a ka mundësi me gjiru. Sot kemi gjirim, sot po him. Po, veç e përgatitim na ku na u përshtotet S'kena. edhe siç pa problem. Pa problem, në gjitha bizneset që janë Drenas për një mena respektojnë edhe... A pe ki fështirë me menagju 40 vetë që dalin në televizor. Do thonë është, se nuk janë 40 vetë të rëndëm, po 40 që dalin në televizor. E dim që mandej ka kushte, ka... Sidomos gjenia femnore këtu janë ma të komplikune, pa kur bje kuha me dalë para publikut. E letë nuk me thotë që është, po për një me janë të vedisun. Janë të vedisun edhe e respektojnë orarin, skenarin e mësojnë, më thonë 95% të ekipes e mësojnë skenarin, nuk kemi kësi probleme. Ta është vekt faktit kalëzan një orë e 20 minuta me realizu një epizod për një dit, që të t'jap me kuptu se është staf, është ekip e mirë që për një me bon punë të moja. Tash, unë nashta nuk jam i knoqur asnjëherë, dënë se e kërkoj gjithmonë të mirën. Po, jemi mirë. Mundohemi edhe na si produksion, mundohemi me bë ato tunën, nashta edhe ato që ka neve nuk na takojnë, ju takojnë stafit, po na mundohemi me kry punën me maksimumin edhe llogaritmi sikur jemi krejt punëtor. Ju më thotë që na jena tash produksioni edhe kemi më dha urna ju. Urna i dhëna vetë secili. Bravo. Se këshyre ma di kush është ai, kush është ky. Krejt punojmë bashkë. Basi shaq, a ma mirë në teatr a në film? Ku të flenë ty a i shpirë? Po, sa kum punu në teatr, normal që ju konë ma mirë në teatr. Teatr. Po në film, është pak një përparësi se është ma letë mu marrë me film. Ma letë po thu është filmi, a? Ma letë filmi, sepse ekziston mundësia mu këthy, mu korrigju. Po. Aty është ai dallimi. Teatr është... Në teatr s'ka, nëse gabon, Shkoj. Edhe kjo është ai dallimi. Do më thonë filmi më i letë, se ka mundësi për mu përmisu gjatë rrugës. Po. Kthehesh edhe herë, teatri do të... Teatri s'ka... Ko reale me shku. S'ka hajgare. Pse nuk ka, basi shaq, njerëz në për... Pse s'ka publik në teatr? Do më thonë është një dukuri që në Kosovë tasha shumë vjetë i mungon publiku teatrit. A shko shfaqje, a na nuk dina me po shfaqje, na publiku. Kjo është dukuri shumë interesante. Para luftës, ne, kur kemi shfaq, nuk ka pas bileta me hy. Aq sa ka pas kërkesa. I ka shtëpia e kulturës, nuk ka pas bileta për me hy me shiku një shfaq. Pse u zhduk? Me polici kanë rujt ranin se ishin gjendje edhe dyrt. Me i thy dyrt. Tash, në realitet është një farë zhgënjimi. Është e dhemshme. Total, është shumë e dhemshme. Teatri është kulturë, në që na nuk e frekuentojmë teatrin, që ka do me bona për kulturë. Tash sigurisht ndikun edhe këto rrjetet sociale. Po thu që këtu e kanë... Jem të jetu në Kosovë, menën e kem New York, ose në Dubai, ose në Filipina, ose... Mu më mërmenja këto kanë ndiku shumë që u bastaj dulë. A kështë pas qep me këty kuhën, prapa? Edhe me i pata 500 njerës në teatr edhe... Ajo kohu konë e artë. E artë, po thua, edhe pëse s'ka pas pare? Heq pa pare, s'ka. Na kemi jetu me dur trokitet publikut. Qajo ka mojt gjallë? Qajo në ka mojt, kër e ke pas sallën plët. Ajo. A ka ndonë aje policia me hynë teatr edhe me nalë shfaqen? Në kohën e... Për fat keq... Po flasë para luftës. Për fat keq, jo, sepse në 90-ën veç na i mbyllin dyrët e teatrit. I mbyllin, s'pat mo. Na i mbyllin dyrët e teatrit dhe na detyrun me punu në forma tjera, u qasëm me gjirimet filmave artistik. I kemi gjiru 5 filma artistik, mrena
95-97. 95-97. Edhe kemi vepru në parimin e zjarit me erën. Era sa ma shumë që i frynë zjarit, As ma shumë. qashtu në qatë parim na kemi punu. Na 100 prej një mali, na në tjetërin mali. Do më thonë është diçka që s'ka mund monale edhe me Absolut. monsat repta Absolut, policore. absolut s'ka mujtë për në. Këtë këto ma banë vullneti, do më thonë. Krejt Pa ka. vullnet, pa dashni, Kotë. nuk bëhet kjo punë. Absolut. Absolut. A i ndryshon e skenarit në herë, për ju flas tash juve, aktorëve tjerë, ka orë skenari? Edhe ti, gjatë lojës, ka pak Me ndryshu jo, a me shtu po. me përshtat ose Po, me e adaptu pështoj, ose e me... shtoj, po, ka plot. Bile të sefa, më ka Shton. bëhe shprehi, shtoj fort. Shton diçka. Shtoj sene, ushte mirë. A din, se ushte jutja aja. Po, E nin vetën që do, abdin. që duhet me shtu. Po, e shtoj, a me ndryshu jo, jam në vit skenarit, po veç e baj... Në logjik i e veç e rrit pak Veç kështu. e rrit e zmadhoj edhe aja tani i flan si I flan. personazhit. Apo të urrej njerëzit kështu të rolet negative. Çka po thojnë njerëzit ku të shojnë në rrugë? Apo të namin, zakonisht Valloj, gratë namin kështu ku të valloj. takojnë herë në rrugë, janë do gratë që të nam. Jo, Dhe më thonë jo. besëm jo, edhe, po vlas edhe të ai seriali tjetër, dashtive pa besit e Po. beqa, edhe të këtu jo. Dhe më thonë nuk të urrej njerëzit. Nuk më rrejnë, mirë po, ka pas edhe komente ka pas, që besë keq, besëm një koment, që çfarë publi jem, po shumë e dojnë, për shembull këtë personazh negativ. E ke lujt mirë. Nuk po nashta, s'pedia, ashtu s'po gëzoj me thonë që e kum lujt mirë, se po negativ po i pëlqym prej audiencës. Ko naj korona do i famë shumë që i luj gatë. E maj me. Ko, dhe më thonë ai u konë aq Po. negativ, po aq i dashtëm pe këtë botës gatë. Dhe më Qartë, thonë, ajo shpoqë që shvend botës edhe u dash shumë ai rol, edhe pse negativ. Po. Dhe më thonë ti edhe pse negativ ti dashnin popull je vishtu rrit. Audienca mirë. Mirë, falënderit për tyne e shfrytëzoj rastin mi përshëndet se audienca janë shumë nivel. Çka kishit ndru në serial? Kur pyes kështu po pyes për krejt ju, çka kishit ndru? Çka kishit shtua, çka kishit heka, çili shkon ndryshime që e kishit bën ju si aktor? Ja varit på känns Cecili, lirisht falni, lirisht falni. One nështë ai kisha ik vujtjet pak se marrum çdo epizod tu Vujtjet. kajt, po. A menon që në gjuhë se është s'ka vujtje, shkushmëria është kështu? Po tash çdo dinamike serialit e bën të vetën. Normal që audienca i dën dramat, i dën vujtjet, i dën ngjarjet dramatike. Po mandej na si aktor që po hekim me i realizu edhe më pyet na neve. Dhe me thonë është vështirë me lujt vujtjen edhe me lujt dramën kështu. Po është vështirë se vina deri në një moment ku për një me përjetojnë qatë që rënsa edhe kur kryet skena jena hala E një farë loje është edhe kërdnesht. jena hala të njëjtën gjendje emocionale. Dhe me thonë skenaristi mundet mja u letu, ka pak kështu me dash, po Skenaristi me dasht, pra të marrë me dasht për shembull, në qysh unë si pa familje bre, në tana si serialet. pa familje, po, i Pa shkret. grupa, I dolën pa fore. Dolën tefteri. A bre, ma bë, do ka që tash të sefa, ma këshim lej shpim dhe. Ta këshim blej shpi, ja, okej. Pazari jenën, A pe pazari keni zor jenën. me kajtë serial? Nuk e dija e përmena mes rreshta më herët që edhe një jetë reale, si Valdet shquhna me konë njëri shumë emocional. Si ndoshta çështja dhe skena më emocionale ka qenë kur e kena hup ndoshta nonën, edhe kur gjyshi më tregon që baba jam i ka ardhur një ditë të dyrt i vrom. Pra po e ritheksoj mishnimin me rolin, nuk ki qare kur personi përballë teje në këtë rast gjyshi, fytyra e tij, emocioni i tij, qysh ma tregoj ke mund ngjarjen, nuk pas qare me trolla. Në skenën me nonën ton ditën kajtu me vesen, kur erdh skena për me xhiru, u nalen pak lët, U hargjun. unë e kisha atë dhimbjen, ndoshta fatkeqësisht e kumenu, ka pak nonën tem, po e kisha iden, nonën tem realën e jetën reale që po e përshëndes edhe du shumë dhe inshallah më jetën sa ma gjatë. O dashke me menu ka pak që me shfrytzu për rolin tem. Po menoj që edhe lët janë pjesë e skenave, e Sigurisht. filmit, për shembull kur e kom zonë Dafinën tu më tradhtu kështu me syt me, regjisori edhe Leonitin këtë rast u konë dhe më kanë pyet vala i mirë se
shkallove, edhe ju që ja nisa pak po tepër shumë. Se e menova me një situatë kur E përjetuar. më gjithë shka dala e plasë dhe në fund krya jote, hypin me një Mercedes tepër të mirë, kështu që unë nuk pe kam probleme me kajt, që më lypet me kajt, kam me kajt, edhe kam me Ku bërë më shtirë du kajt. Kam vështirë të kajt. Edhe po më që është një element shumë i mirë, se me rase s'mundesh me kesh, po duhesh me kajt. Sigurisht, Leonid, a pe ki vështirë s'kera të lona, apo të morën nga njerë me veti? Thonë drejtë në shpetim, që tash ti pe kam pak problem se më ka rastis me skenor, me qëllu në burgun e vitet 90-a, e pe kam pak problem me lujt atë dhimbten pa e një hiq. Po, ta më pëgjerojnë askenën, drejt që po kryet, që po thot Floriani kat, unë me njerë flara bona në sen. Se pak problem, pa e një dhimbten në trup me lujt dhimbten, E vërtet. e që kjo po është mas problem ti, për tjerat, jo. Nuk e ki delashe. Jo, Jetona e mboshëm seriale? Do të thonë Kosovë shtashti ka qash shumë prodhim serialeve. Nuk janë krejt me cilësinë më të mirë, me lojë më të mirë, me suksese më të mirë. Me mundësi Po secili. prapë punojnë, Me secili me mundësi, mundësi, është mirë kur punojnë, Po, s'ka diskutim. është mirë, është shumë mirë kur punojnë. Konkurenca, gjithmonë konkurenca është e mirë se ç'ti më punu më shumë. Po, Tash më thonë që për në me në qitë kuën që jemi që tash, nuk besoj që ka pas në herë të shqiptarët seriale. ju s'ka më pas shumë prodhim hiç. më shumë kur. Hiç, asnjëherë në jetë. Nashta, mujnë me konë dikon 30 në 30? javë. 30 një javë. Mujnë me thonë që pu. Jam i sigurt që të 30 që është më në javë. Po disa shihen e disa nuk shihen, po menojnë atë aspektin që Po, disa kanë audiencë bëja gjë, disa janë më pra po nuk ti vrehen besoj edhe që pse- do mendimin që më mirë kur punohet, Po, se tu punu mundet të më përmisu rrugës. Se cili munduhet për ato, so mund, so din, Sigurisht. edhe Qa ka menduar me S'ka dy më seriale mirë se më tash punu, ti se mos tregon? më Qa ka punu. menduar me dy seriale? Sa ki mendu që mund me vazhdu këtë seriale? s'kena mëndu so mund me vazhdu me to Po. drejtën. Po me nalë dhe ju. Kena mënu qysh me fillu. Po, Edhe jemi të seriali Rrugë të Lirisë, epizode në 26, këtë, po, të dashuri e humbur sonde që u transmetu 16-shi, 16. po. Dhe do një fillim, në dy seriale, është Si starti. fillim jemi, Po, me starti. që kom shku, me qëta audiencë, qysh e kemi, nuk kemi pretendime me nalë njëherë, Okej, as njënë kurse se hiç, kja shkon të rrit, sigurisht. pse jemi në nivel me gjithë shka, me staff, po mënej me aktor, na si produksion po mënumi, na të tuna, të sopo mëne, sopo dina qërë tash. Se me thonë që jemi të kënaqur as na si produksion, ashta me tornat financiare so i kemi, po as po tham as për aktorët, se janë të i marrë ato so i meritojnë, po me mundësi tuna. Është më rëndësishme që ato që i premtojmë me realizu, I realizojmë. këta i kanë pajtu me qëto kushtet e tuna, edhe jemi të jetë A mirë. apo sponsorizohen, në mëna ka biznese që sponsorizojnë në seriale. Ka edhe nuk ka, me të drejten, nuk jemi tash Tu morën reklama shumë. të kënaqur me marketing, so kemi nevojë na, po çka më bën tash, po do të më punu forcat po. e juja. Nuk tham që tash pas sponsora nuk punohet, kur e do një punë, mund është mi adole edhe pas sponsora tash. E vërtet. Nëse ishin orë sponsorat, veç na kishin letu punën. Po, edhe, letojnë, e Se vërtet. tash, kur i ki mundësit, Financiare, kur i ki parat, normal, mune, për shembull, një epizod në që e realizojmë për një ditë, kishë mujtë me realizu për 2 ditë dhe ishtë dole dhe ma mirë. po sigurisht. Po me cilësia kushtet ma tona mirë. që kemi mirë, jem të jetës. Që më Perfekt. botash? A keni mendu në herë me shit dikuj në projektin? Për shembull, me boju një projekt edhe me shit. Ju, jem të prodhu veç për veti. Nuk do edhe me pse shit. kemi pos oferta, Okej. kemi pos oferta me shit. prodhu, po. Po ofertat janë ku me prodhu edhe për rrjetet sociale. Okej. E na nuk e kemi desht ato, kemi desht për rrjetet sociale, kemi desht për veti. Na si produksion, më thot tash na jemi në televizion veti. Sigurisht. Se 263.000 ndjeksa i kemi në YouTube. Mjaftueshëm. E tani këto rrjetet sociale tjera të Facebook, TikTok, edhe mos tam. Po TikTok ju nalë në Shqipëri një krejtë, më thona, mendon që të më nalë edhe në Kosovë jo? valla me çtu sene që apo ndodhin TikTok unë kisha thonë na unë fort besoj në ashta diku na ja prish edhe matematikat, se ka njerëz që përfitojnë edhe prej TikToku, veç me çtu sene që apo ndodhin TikTok, sinqerisht po tham, unë isha shumë i lumtur, unë pas nol TikToku. A ki TikTok pas shaq? Jo, nuk. S'kia? Ja. A hena herë? E din që ekziston një platformë në TikTokut që hin? Ka një herë kur të më vinë kështu mi pa, Po. se jo, nuk e përdor.
Në tjerat a i aktiv, në tjerat Facebook, Po, Instagram, po, do më thonë po. një krejt. Në Facebook, po. Para me nën kohën kur ti ke lujt, as ka pas Facebook, as TikTok, as YouTube, as një platformë, do më thonë, ko shtëpia kulturës edhe çaty. Po, qaty. Çaty ka përfundu gjithçka. Po. A ka me pas skena të nxehta në serial? Ti bukurosh. Ti nuk e din, po a i kështë lujt? Do e pas parasysh, i vetmi fakt mund realisht që edhe ku mirë prit që serialet e produksionit do njëta paka shumë banalitet nuk preferojnë. Po në gjosë ndodhë një puthje në serial nuk ka banalitet, po në është pjesë e lojës. Shaj mirësie. Po, gjithmonë të u bazu që për shembull partnerja em në serial Dafina e ka një fejës të jashtëzakonshme, një bashkëshort Po jashtëzakonshme në këtë rast. ti mundesh edhe me tradhtu ato në rol, ta shkruaj ndaj në skenaristi që Si shaj harmonie, po. vjen një vajzë tjetër dhe mandej ti në serial ndron shumë shpejt situata. Për shta ka thime dramaturgjike po interesant serialin. Shiko, A kështë lujt për të pjesën, din temë kështu, a kështë... shpëtim, unë jam aktor i ri, e thash, edhe bëri theksaj, nështë i kam vetëm Ti i ri, ju nuk i thëmë basit shaqë, unë mi thëmë dhe këtina, po kësë pa me po heqë, po thëmë ty që i ri. Munona prap se prap çka do që ka në skenar, pa ju fut putjeve, skenave të nxehta, me qef, po kur i hyn kësaj farruge, Zakonisht aktorët e mëdhaj kur kanë si skenash i kanë ata dublerat që i lujnë, domthonë zakonisht ata nuk e bojnë vetë pas e shaq. Aktorët e Paguhet mëdhaj- një që e bën atë punë, vjen e puth tjetër kush, ai merr rrogën edhe hec. Ai rish me puth, domthonë është aktor. aktorët e mëdhaj i kena në Hollywood, na jena disa aktorë që mbas edhe i kena pretendimet për me shku. Ki pretendime, a për Hollywood. Po, Bravo. unë thash që vetë besimin tem Zoti më njoft. Se ka Domethënë e ki qatë pretendim me shku deri në duhet shumë punë, për te duhet shumë Kosovës. punë. Po. Edhe më Edhe thonë thatë- drejtën dokumente që më kanë inspiru me epizodat e para, paka shumë besniku për na qenë mallin e turkut. Edhe unë besoj Që ti që bjen këtë dhe me lanë produksionin, a? kur njët. A domethënë edhe në qoftë se Mos atje them kur shkon, njët se veç vdekja është domethënë e sigurt, po me qëta njerëz, ka me vazhdu deri sa të kanë projekte për mua dhe deri sa të ma besojnë. Si me 7 epizoda më kanë po të seriali që e këna lanë pas me njerë më kanë fut në rolin kryesor, po besoj që këta kanë po diçka Kthehemi te pyetja. te vali. Për mos me ti ik pyetjes, po, nuk e s'lam, kisha bo. jo më nuk t'lam, jo më nuk t'lam. Nuk e kështë bo, Nuk e kisha bo. Okej, Nuk e pse? kisha bo. Arsyeja? Arsyeja është që në ne e kam profesion dytësor, Po. edhe në dë kam person jashtë që nuk du me lëndu. A do më thonë se e lëndon që ose ndodhe E edhe në në rast që rola, unë kisha qenë aktor, amo ti aty nuk e bën, e bën karakteri. e bën karakterin, po shumë... Ti e shumë besniku, e bën besniku më karakteri. bëgona djole kes. Po, apo e shet që prapë po bina në përfundim që unë jam qaj njeri që nuk di me lëndu kërkën. As para kamerave, as mrapa kamerave, jam shumë njeri real, kështë që kur nisa dikun me vullnet mirë, nuk mu i mja vo dikuj kur Për gjithë për gjose, për ti në Hollywood gjose ki janë ose atë jashtë, domethënë kjo është hobi parë që kime bo. Nuk e bën as për para këtë punë, as për rol, as për kur gjas, se po më pëlqen bashkë me hinë këtë tema me ty. E jo, hina në këtë tema, Ha? po për Hollywood, zoti mos e voft, e je këto, nisesh, zotit mi moft, A bën do çka më dush. thonë, me këto në Hollywood shkohet. Amo, lumëtërinë e shpirtit tem, as për besnikun, e as për një... Rol të madh, për shumë pare. Brad Pitt i dytë mu bo në Hollywood, nuk mu i me upa ato që ma plëzën shpirtin jashtë ta gjithë shkoj. Bravo, bre, që e çfarë djalin njëri sinqert. Bravo. Jeton, do më falendru që je konë në këtë emision edhe je sa herë që na t'juftojmë, edhe unë prej këtu ju uroj shumë fat ty si producent, Basit Shaqi edhe këtë kasit aktorëve edhe të dy serialeve, edhe ata që nuk janë këtu, fat, sukseset, punë të reja, mos e nalshin kurrë. Faleminderit. Unë shpëtim si përfundim, ndoshta i kam dy vetë që ju ndoshta, po 100% suksesi i produksionit Dënjeta nuk e shko pa këta dy. Pa Avdylin dhe pa Florionin, Shpirti i ekipës, ata janë produksionit. motori i krejt produksionit. Bravo. Avdyli me idejat, me temat e veta që i ka sinqerisht për thamë, t'len në din pamend len, se është ka ideja shumë të mira. Okej. Florionin mo, s'kam që ka flasë për Florionin, Florioni është i gjithanshëm. Florioni është djalë i Ndash mirë. në regji, ndash në montazh, në qka të kishë Florionin e ki aktiv Si qesh edhe 17. shumë i hareshëm. Bashkë Qes, dhe më thonë se palë që 17 që nuk ka shpinë, Është shumë kësoj që se mirë, ka shumë një. aktiv. I 17. E pa këta dy, unë nuk besoj që kështë mujtë me arrit këtu ku jemi. Bravo.
Unë i falenderoj krejt ekipën, po ato dy janë Shpirti i ekipës. vetën se vlerësoj ata. E na këtë bashk i falenderojmë krejt shikuesit na shohin edhe neve, edhe juve dhe poqin fat shëndet e të natë mirat në familjet e tyne në këtë muaj të Ramazanit që inshallah e kanë agjerimin e lehtë edhe i pranueshëm. Po doshta me falenderu jetun. Po. Ka pas rast se 2 herë ma ka dhonë pagesën. 2 herë. U habita pse? Ja, vetëm ti pse. Pse? Po flas para 2 vite. Po. Tash po na qet paret në bank. Rrogat, po, në përbazim. Edhe e kena pas, i thëshëm, ja pa talo emrin dhe ma rrëfimet. Aty. Kush keshëm krejt aktiv rrëf. Po. Edhe pitha mun ati djallit, ati dakës, thash, kur dal unë tash ti nalë ndryshimin. Shkova murra i herë. Rrogën. Po, e mbura me ditjen, kur dal, rapunal, edhe i heka të isha tash të karakterit, edhe i vesha privat, ku shkova pet në ram brita, ku shkova kesha. Mo qet me keshë po ma dha. E morë ti? Po adese, adi tash po kur i mora tani Djali po mirë. atëherë më ka pasë, ja 5 herë tjera kështu ju më pagu, domethënë mbrana me ditjes 2 herë. 2 herë. Faleminderit Jetash e mboj meqëm, në bank. Edhe Kontabilistin i kryen të punë. kontabilistin me veti, Po. s'po ka bëj tashmë. Në gjavë më ka marrë, ej. Qore, kur gabon nga njerë shok i mirë, të pështon nga njerë ty, po ti se ke lo me gabu, se ti e djali mirë. Po kesha bre, kesha Se pranon ky Nuk porë i në ban, haram. nuk i A tha ban. porë 5 vogët ti foli. Plus në Daravi Se po shkon. pranon. Ja, tamam. Plus në Daravi po Ja, shkon. larga sa me çkam qef me ngut se ja. Ju shkov marë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shimin pjesë tjera, faleminderit shumë.